A ç'bëhet një buzë e mbushur me filler apo me botox? Atëherë, botoksi është një neurotoksinë e cila relakson muskulin. Tani ne nuk kemi qef që t'i bëjmë të ngrirë njerëzit, nuk i bëjmë njerëzit të ngrirë, botoksi duhet të edukoj, i themi ne, të relaksoj muskulin dhe kam vërej për shumë duhet, për femra për shumë duhet jetë vetulla me hark, për meshkuj duhet jetë një vetull që vjen pak si më e drejtë, sepse përshtatet sipas fizionomisë. Po, ka disa kritere kur ne duhet të bëjmë injeksionet, në mënyrë të tillë që të dukesh sa më bukur, natyral dhe t'i pare të kenë raporte simetrike me njëra tjetrën. Ndërsa për buzët, për shembull që injektojmë me materiale kryesisht me acidi hialurinik, i cili mund të shkrihet, themi ne, sepse ai është biokompatibël njësoj me acidin hialurinik që ka organizmi jon, ne mund ta shkrim dhe ta rikthejmë një buzë apo qoftë edhe në fytyrë në vende të cilat ne kemi injektuar, sepse shpesh për shembull e ke vënë kur qeshin njerëzit dhe kur qeshin humblizën në faqet si moll ose u dalin jo natyral, është një injekcion i futur në stresën e gabuar. Dalin si topa themi ne sikur ka të deformuar. Dhe ajo mund të shkrihet, mund të rikthehet dhe pastaj mund të rinjektohet. Prandaj është shumë e rëndësishme që themi gjithmonë të vinë shpesh për të rregulluar gabimet e ndryrjeve të gabuara. Po na vijnë, po patjetër vijnë me komplikacione. Sigurisht njihen që çdo procedurë, si çdo ilaç që ne marrim kanë dhe efekte anësore dhe komplikacione, por tek mjeku specialist të rrisë janë shumë herë më të vogla.